Kenan. Derisa të rregullohet linja me profesorin. Ky skenar që po thot edhe Burjani. Pra, për shkak të presionit që mund të ketë për largimin ose shkarkimin e tij nga organet e LDK-s, i njëjti edhe të arrijë një marrëveshje koalicioni me partinë në pushtet lëvizjeve vendosje, edhe pse jo ndoshta të marr postin e presidentit. Sa kam parë dhe kam dëgjuar informacione që Lidhjes Demokratike mund t'ju ofrohet 5 ministri e kryetari kuvendit nga lëvizja vetëvendosje, për shkak që nuk ka pas numër të mjaftueshëm apo më nuk mund të ketë numër të mjaftueshëm nga anëtarët apo nga njerëzit që janë brenda tyre si deputet të kuvendit, mund të jetë edhe një krizë e vetme. Zoti Abdigjiku e ka krijuar këtë krizë si pasojë e rezultateve zgjedhore të partisë që ka pasur në zgjedhjet e fundit, e që në fakt ka orë si burim i pakënaqësive të vazhdueshme domthonë të strukturave të Lidhjes Demokratike. Ju e dini shumë mirë që nuk flitet për një krizë që është zhvilluar brenda 2-3 muajve, po kemi një rrjedhë e një performance të hollët që është nga ardhja e tij si kryetar i partisë. Dhe kjo ka buru nga ajo kohë, nga ajo periudhë që ka shkaktuar dëme të vazhdueshme në strukturat e Lidhjes Demokratike. Ju e vreni shumë që Lidhja Demokratike ka humbur disa komuna si performancë e dopt e mekanizmit të organizimit të tyre në raport me performancën që ka shkaktuar mos nxjerrja e rezultateve të mira brenda Lidhjes Demokratike. Që i bie. Këtu nuk flitet për një shqetësim të vogël që ka ardhur nga ajo që është Lidhja Demokratike, po nga ajo që ka ardhur me një frym, por ndryshim deri tek gjendja aktuale. Domthonë, struktura nuk e ka pritur fare mirë, zoti Abdigjikun, edhe nga ardha e tij, nga ndryshimi që po shkojnë të vjetrit, po vinë të rit. Domthonë, kjo ka reflektuar si negative dhe Lidhja Demokratike as pak nuk ka shërbyer ky ndryshim, sidomos me ardhjen e Abdigjikut. Unë mendoj dhe ende kam atë qëndrimin që zoti Abdigjiku është nxënësi i dobët i Albin Kurtit. Mirë, the është i papranueshëm për arsyen që the apo ka gjasa për shkak të performancës që ka pasur në disa zgjedhje tashmë? Ne jemi ful për performancën e tij. Domthonë, sepse e përmendë gjeneratat. Po, i fal. Ai ka ardhur me frymën, ai ka ardhur me frymën në Lidhjen Demokratike për të hiqur gjeneratat e vjetra dhe për t'i pruar të reja. Domthonë, performanca e tij në rritjen e kapaciteteve, sidomos në struktura edhe në elektorat, ka shkaktuar KG një dëm serioz të Lidhjes Demokratike, por jo vetëm për çështjen e pushtetit qendror, por çka më keq edhe ato të pushtetit lokal. Ju e dini shumë mirë që Lidhja Demokratike ka humbur disa prej komunave në zgjedhjet e fundit, e çka më e keqja, që ka qenë rrezik për t'i humbur disa komuna që ka qeverisur, po mos të ishte disa partner, domthonë parti tjera që për ta mbështetur Lidhjen Demokratike, që kishte mujt me humb disa komuna që për fat keq mos performanca e tij e mirë, mos nxjerrja një gjuhë të përbashkët politike ka krijuar edhe një gjendje të tillë që fatkeqësisht nëse vazhdohet me këtë mendësi të Lidhjes Demokratike, Lidhja Demokratike mund të krijojë edhe zhvilloj gjendjen shumë më të keqe, mund të krijohet gjendje shumë më të keqe, ndoshta në pozicione të ndryshme siç ka qenë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Po, profesor, kishe diçka për shtuar, pastaj do të komentojmë edhe këtë